ishte ndërmjetësi i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi në qendër të skandalit Epstein. Dokumentet të reja nga të ashtu quajturit Epstein Files kanë përfshirë Miroslav Lajçak, ishte emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, në një polemik serioze ndërkombëtare. Sipas këtyre dokumenteve, Lajçak ka pasur kontakte të rregulla private me Jeffrey Epstein, i dënuar për krime seksuale. Mesazhet e publikuara tregojnë biseda me tone problematike, përfshirë referenca për vajza, ku Lajçak duket se i është përgjigjur Epstein në mënyrë pozitive. Kjo gjuhë ka shkaktuar reagime të forta, duke marrë parasysh të kaluarën kriminale të Epstein dhe ndjeshmërinë globale për çdo lidhje me të. Dokumentet sugjerojnë se raporti mes tyre nuk ka qenë thjesht formal. Ata kanë komunikuar disa herë dhe janë takuar personalisht, ku kanë ngritur dhe pikpyetje serioze mbi gjykimin etik dhe moral të Lajçakut, sidomos në kohën kur mbante rol diplomatik në Ballkan. Skandali merr edhe një dimension politik. Në një nga mesazhet, Lajçak citohet këtë thënë: "E dua Lavrovin", duke referuar në ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Kjo deklaratë ka ngjallur kritika të ashpra në Kosovë në rajon për shkak se qëndrimi armiqësor të Rusisë ndaj pavarësisë Kosovës dhe ndikimin e saj në Serbi.